Një miqësore luksi u zhvillua të martën pasdite në stadiumin e qytetit në Tetov, aty ku Shkëndia priti Dinamo Cityn nga Tirana, një duel përmbyllës të fazës përgatitore. Pas 90 minutave lojë cilësore, ndeshja përfundoi me fitoren e vendasve me rezultatin 2-1. Autor të golave në këtë takim ishin Krasniqi dhe Jakupi për ekipin e Shkëndis, ndërsa Itodo për ekipin Dinamo City nga Tirana. Trajneri Jeton Beqiri pas kësaj ndeshje tha se e rëndësishme është që asnjë futbollist nuk u dëmtua gjatë ndeshjes dhe pozitive si kontrolli dhe intensiteti, ndërsa për kundërshtarin në garat evropiane shpreson se doja dalin me sukses. Do të besojmë shumë. Ne kemi disa futbollistë të cilët janë me pengesa të vogla, siç është kapiteni Besari Ibrahimi dhe 2-3 futbollistë tjerë, të cilët kanë pasur shqetësime për të mirë sot ato nuk shfaqen probleme. Ne ju dham mundësinë gjithë futbollistëve me qëllim që mos rrezikonin me dëmtimet dhe unë besoj që do të besojmë shumë. TNS-ja është ekip i cili vitin e kaluar ka qenë në grupe, por asgjë nuk është e pamundur. Unë besoj që me një paraqitje të mençur, me një lojë kolektive dhe normalisht duke pasën e vete edhe fati sportiv, edhe dinakri sportive, besoj që mund të dalim me rezultat pozitiv nga ndeshja e parë. Trajneri Dinamo City Ilir Daja tha se të luash me Shkëndin gjithmonë është mirë në aspektin sportiv, e duke qenë se luan me një nga ekipet më të mira në mbar shqiptarin, uroi që ekipi kuqezi denjësisht të përfaqësoj të gjithë shqiptarët në garat evropiane. Sigurisht që unë pash edhe një Shkëndi që përtej me fjalë lojtarëve cilësor që ka, pash edhe dorën e Jetonit, pra të stafit teknik, dhe që besoj që do jetë një pjesë shumë e rëndësishme në këtë rrugtim në Europë, sepse gjithmonë përplasesh me ekipe relativisht forta dhe uroj që edhe Shkëndina dhe Jetonit shkoni sa më larg që t'jetë mundur, sepse në fund fare përfaqësoni jo vetëm futbollin e Maqedonisë Veriut, por që për çdo arritje të çdo ekipi shqiptar siç është edhe Shkëndia, neve gjithmonë na bëhet qefi si për ekipet që janë në Superligën, qoftë tonën, qoftë edhe të Kosovës. Garat eliminatore për Ligën e Kampionëve fillojnë më datë 8 korrik me ndeshjet e para, ndërsa ato kthyese me 15 korrik. Shkëndia ndeshjen e parë e luan në Transfert, ndërsa atë kthyese me 15 korrik në Shkup.